të ishin kushte normale, në fakt ne do duhet të ishim të lumtur që ka një dinamik absolutisht të jashtëzakonshme të punës së Kuvendit të Kosovës, të mbledhjeve të komisioneve që nisin në një rast zaktuar ka nisur në orën 8, komisioni i parë ka mbajtur mbledhjen e deri në orët e mbrëmjes, por në kushtet në të cilat jemi kjo nuk është normale, sepse ka një nguti të jashtëzakonshme për të kryer shumë punë para 28 prillit, kur mund të shpërndahet Kuvendi i Kosovës në rast të mosarritjes së një dakordimi për zgjedhjen e presidentit të ri dhe ka absolutisht procese të rëndësishme duke përfshirë ta zëmë në salcën së premtes të votuar dy anëtarë të gjykatës kushtetuese, që është super proces, por të tjerë përcjellin atë. Ajo çfarë unë kam përcjellur ne si AGK edhe organizata të tjera është procesi i zgjedhjes së anëtarëve të bordeve të RTK-s dhe KPM-s, është një proces harrit që ka ecur me shumë shpejtësi dhe në këtë shpejtësi ka pasur shkelje të shumta procedurale që kanë dëmtuar procesin, të cilin e kemi konsideruar qysh para nisjes së intervistave sot në herët në mëngjes të kompromituar për shkak që deputetët nuk kanë pasur kohën e mjaftueshme për të përgatitur, për të shqyrtuar dosjet e kandidatëve, dhe as kandidatët nuk e kanë pasur kohën e mjaftueshme për të përgatitur për intervista. Ata janë ftuar shumica e tyre në orët e pasdites mbrëm për të ardhur në intervistë sot prej orës 9:10-11, pra kemi një rast kur një persona ka treguar se është shirur në orën 9:24 të mbrëmjes së mbrëm dhe ka pasur intervistën sot 11:30-12 në mëngjes, e njëjta ka ndodhur sot. Kandidat për intervistat për nesër janë thirrur vonë. Kjo është përpjekje e vetëvendosjes për ta ngutur këtë proces. Dhe ne konsiderojmë e dëmton procesin, pasi që nuk ka hapësirë për intervista kualitative, intervistat zatin vetëm 15 minuta, sot gjatë gjithë ditës, prej orës 9 deri në orën 19 kam ndjekur intervistat e dikun 35 kandidatëve dhe secili ka pasur kohë 15 minuta. A janë këto çështje politike apo administrative, me që po tregoni që janë lajmëruar vonë, ka kohë pak për të përgatitur dhe për të përgjigjur, a janë çështje të minutave për shkak të numrit madh kandidatëve apo janë vendosur me qëllim këto afate? Jo, qëllimi politik është për të përfunduar procesin deri më 28 prill, Haris, pra. Qëllimi politik është aty që intervistat mbi 70 kandidat të interesohen për 2 ditë të vetme, që është fizikisht e gjatshme edhe për deputetët e Kuvendit të Kosovës. A janë të koncentruar mjaftueshëm këta deputet të partive, të gjitha partive, për t'i vlerësu, për t'i bë pyetjet, për t'i bërë pastaj vlerësimet në bazë të përgjigjeve nga ajo që ke pa, a kanë disponim të rinë me orë të tëra për t'i dëgjuar kandidatët? Ka pasur sot vetëm një pauzë për orës 13 deri në orën 14, deputetët kanë nisur mbledhjen në orën 9. Dhe një prej vërejtjeve tona është që metodologjia për pyetjet është caktuar sot në orën 9. Do duhet të kishte shumë kohë më përpara, para intervistave, që komisioni ato ta caktonte metodologjinë e marrjes të pyetjeve të kandidatëve. Dhe absolutisht koncentrimi i deputetëve ka rënë pas orës 17 në mënyrë të madhe, sepse ka pasur vetëm një orë pauzë, ka pasur kandidatë që kanë dalë, kanë hyrë, dhe gjithashtu kemi vërejtje tek poentimi që zakonisht në proceset e tjera duke përfshirë ato të vitit 2021, secili kandidat është poentuar nga anëtarët e komisionit ad hoc me njëherë pas përfundimit të intervistës. Këtë herë, deputeti Armen Xhema i LDK-s ka kërkuar që të bëhet njëjtë, ndërkohë që kryetaria e komisionit ad hoc për përzgjedhjen e anëtarëve të bordit të RTK-s, Arbriana Gafsi, ka thënë që kandidatët do të poentohen në fund të procesit. Tani, imagjinoni sot janë intervistuar rreth 30 kandidat, edhe nesër do të intervistuar çfarë krejt në fund. Anëtarët e komisionit do t'i vënë votat e tyre dhe pastaj administrata do t'i mbledh për të parë se kush kalon. Dhe prandaj ju propozoni